5 vite pasi nisi lëvizjen për rithemelimin e Partisë Demokratike, Sali Berisha ja doli të rimarrë logon e flamurin e PD-s, të bashkoj partinë dhe të thyej izolimin ndërkombëtar. Ndaj në kuvendin kombëtar, mesazhi i parë i kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, ishte për të gjithë demokratët që në këto vite qëndruan në krah të tij. Nuk është për treg kjo parti. Kjo parti është për moral. Kjo parti është për ideale, kjo parti është për vlera. As nuk blihet, as nuk shitet, as nuk mposhtet kur. Lideri historik i demokratëve Sali Berisha deklaroi nga kuvendi kombëtar se periudha më e vështirë kaloi dhe Partia Demokratike tani nuk është më në pozicion mbrojtës, por në betejë për të kthyer në pushtet. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është peshja e kilometrit fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Në përpjekjen për të fituar mbështetjen e shqiptarëve dhe për të ardhur në pushtet, Berisha deklaroi se demokratët kanë 3 detyra: ripërtëritjen e partisë, modernizimin dhe riorganizimin e saj. Por ripërtëritja është modernitet. Ne nuk e duam ripërtëritjen për veten tonë. Ne e duam atë për të ripërtërisë Shqipërinë. Ndaj edhe ne nga ky kuvend vendosim të ripërtërim Partinë Demokratike, të ripërtërim, të modernizoj Partinë Demokratike. Ta shtrojmë atë në partitë të gjitha praktikave me të gjitha teknologjive më të mira. Berisha deklaroi se premtimi kryesor i Partisë Demokratike dhe shtylla e programit qeverisës është lufta kundër korrupsionit dhe lideri i opozitës theksoi se ata kurrë nuk do ta lënë në heshtje dosjen për ish zëvendës kryeministre Belinda Balluku dhe dosjen e Akshit. Ti mendon se i mbyllë dosjen, por ne ato dosje s'ti mbyllim kurrë. Jo, absolutisht kurrë. Tani Edi Rama, betejë jonë do t'jetë ajo që s'ke pa ndonjëherë. Je kapur si plaçkit, si grabit, si votës. Je kapur si ajdut i pasurive publike dhe fondeve. Ke zero legitimitet, zero legitimitet, zero legitimitet. Kuvendi kombëtar miratoi ndryshimet në statut dhe votoi antarët e rinj të Këshillit Kombëtar, i cili do të zgjedhë kupolën e PD-s. E mbetet për të parë nëse Sali Berisha do të vendosë të ripërtëri apo jo ekipin drejtues të Partisë Demokratike.